Partia Demokratike ka zhvilluar këtë të premte protestën kombëtare të radhës para kryeministrisë, një tubim që nisi në qetësi, por u pasua nga përplasje të forta sapo turma nisi marshimin drejt Ministrisë së Brendshme. Protestuesit, të shoqëruar nga kryedemokrati Sali Berisha dhe deputetët PD-s, kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Ndryshe nga herët të tjera, tubimi nisi pa fjalime në sheshin kryesor dhe pa hedhje të lëndëve piroteknike drejt godinës së qeverisë. Megjithatë, situata u tensionua menjëherë pas thirrjes për marshim. Edhe pse opozita kishte marrë nga autoritetet për të qëndruar vetëm para kryeministrisë, protestuesit u zhvendosën drejt Ministrisë së Brendshme, duke detyruar ndërhyrjen e forcave të rendit. Në momentin e përballjes, protestuesit hodhën lëndë piroteknike drejt efektivëve, ndërsa policia u përgjigj me gaz lotësjellës dhe ujë për të zbrapsur turmën. Protestuesit kanë hedhur fishek zjarre në drejtim të kordonit policor, si përgjigje për hedhjen e ujit me presion. Gjatë momenteve të tensionit, deputeti Flamur Noka u bëri thirrje forcave të policisë që të bashkohen me protestuesit, ndërsa lëshoi akuza të forta ndaj drejtorit të përgjithshëm të policisë, Skënder Hita. Drejta e protestës është e drejtë kushtetuese. Në paligjshmëri janë urdhëruesit e këtyre. Këta policë thjesht janë viktima të bandës së pushtetit. Asgjë s'e ndal dot mashinën tonë. Asgjë. Do të vjoni mashinën e policëve të bashkohen me qytetarët sepse këto janë luaj të vjedhur saq janë çdo shqiptar. Këta janë të vjedhur nga Milinda, nga Belinda. Këta luftojnë dhe punojnë për bukën e gojës, ndërkohë Milinda vjedh miliona euro. Dhe ajo rrin shtëpi, ta rrin përballë me mota të vezë tyre. Ta ju bëj thirrje, ta hapin rrugën, mos i shërbejnë Skënder Ballukut, por i shërbejnë ligjit. Për të garantuar mbarvajtjen e tubimit dhe sigurinë e institucioneve, rreth 1500 forca policie u angazhuan në terren.